Do di, a janë këto dy kompani apo jo? Po, dhe përveç fakteve, që ky është fakt, sepse po heton Spaku. Ajo thot sa tjetë Altin Dumani atje mua nuk me hyn gjëm në këmbë. Po më pa tjetër, se vettingun e ka bërë, vettingun në perse është bërë nga njerëz afër kryeministrit. Sepse është një krim intelektual dhe intelektuali para se të bëjë krimin përpiqet si do fshehë edhe gjurmët e krimit apo shfrytëzohet hapësirat ligjore me qëllim kryen e krimit. Prokuroria e posaçme SPAK ka ndërmarrë veprime konkrete në lidhje me hetimin ndaj ish-drejtorit të ARSH-s Ervis Breberi dhe biznesmenit Walter Begaj, lidhur me tendra dhe supervizimin e tunelit të Llogaras. Sipas SPAK, kompania Net Group e Begajt në bashkëpunim me Hill International NV fitoi kontratën për mbikëqyrjen e punimeve, ndërsa paratë devijoheshin te kompania DAAM SHPK, e cila donte se e shitur formalisht nga Beleri vazhdonte të kontrollohej prej tij. Hetimi ka zbuluar lidhje personale, kompani të lidhura dhe transaksione të dyshimta shkaqojnë arrestimin e Berberit dhe Begajt. Deri këtu SPAK duket se ka funksionuar, por sipas kritikëve skandali vërtet lidhet me abuzimet me vlerët 50 milion euro të vetë tendrit, por ndërtimin e tunelit pjesë jo drejtësia ende nuk e ka prekur. Sipas denoncimit të ish dhe vendës kryeministrit Arben Ahmetaj, tenderi fillestar u anullua pavarësisht ofertës më të ulët të kompanisë Gjoka Konstruksion. Më pas tenderi u dha një bashkimi kompanisë turke për 30 milion euro më shumë, ndërkohë që punimet i realizoi po Gjoka ndërmjet nën kontraktimit. Fituesi formal Intercar ASL rezulton të ketë argëtuar fitime të mëdha pas sjellë asnjë pajisje apo staf në terren. Bilancet financiare tregojnë qartë se mbi 97% e fondeve u përdorën për nën kontraktim, por për këtë aferë SPAK nuk ka ndërmarrë asnjë hap. As hetime ndaj ministrisë, as kontrolle mbi kompani turke dhe as verifikime mbi vendime që justifikuan rritjen e kostos me 2 akte normative. Drejtësia po ndëshkon zyrtar të nivelit të mesëm, por nuk prek vendimarrësit më të lartë të kësaj skeme të dyshuar korrupsioni.